Në Virgjilje të 555 vjetorit të heroit ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu, kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një bisedë të veçantë me studiuesin e njohur Aurel Plasari dhe gjimnazistët. Ndërkohë që Edi Rama tha se për heroin ton kombëtar Skënderbeun, thuhet se ka ndoruar fen jo vetëm një herë po dy herë, dhe për këtë duhen kërkuar përgjigjet e libri Fanolit, kërkoi përgjigje nga Plasari. Aurel Plasari tha se Skënderbeu nuk ka ndoruar fen dhe se argumentet jepen duke lexuar Nolën. Mes të tjerash, ai tha se nuk ka një datë saktë të ditës se kur ka lindur, apo dhe vendin. Mes të tjerash, Plasari pohoi se ka dyshime, por pa fakte se Skënderbeu mund të ketë lindur në Prizren. Argumentet duhen lexuar te Noli. Ai niste se nga e kemi këtë të dhënë. E kemi nga të dhënat legjendare. Noli në pleqëri, pasi shkroi 3 vepra të jep argumente dhe kundër marrjes peng. Ai thot jo, por është bërë me status të vasalitetit. Kur kishte nevojë sultani, ai Gjoni është detyruar që të çonte të birin në ushtri. Është studim që është në Shqip. Kur shkrova unë, ata than. Plasari përmbysi historinë. Po çfarë historie përmbysa unë? Unë citova Nolin. Një nga faktet është marrëdhënia e Gjon Kastriotit në Malin e Shenjtë. Të drejtat e Ada Lafatit janë të drejtat të një vllazërie. Këta princa në Ballkan e përdorin si mundësi për të strehuar në një situatë ekstreme. Gjoni ka 4 djem. Aty mungonte emri një vëllai që thuhet se u bë turk, i ati i Hamzait. Pse? Se në një manastir të Malit të Zi s'mund të blinte të drejtë vllazërie një musliman. Ndaj dhe ky është një dokument që Skënderbeu nuk është musliman. Ai është rritur dhe stërritur katolik. Nga ana tjetër, blerja nga ana e të atit të një pirgu, që është pirgu shqiptar që ishte katolik, dhe më pas ju dhuruan 2-3 fshatra manastiri, është marrëdhënie e qartë e dokumentuar, ku Gjergj Kastrioti nuk figuronte i konvertuar. Dokumentat e Laldarit tregojnë se në një nga vëllezërit e Skënderbeut është varrosur aty, në një manastir. Për mua është edhe varri Kastrioti tjetër, që ka mundësi të jetë varri babait të Skënderbeut. Ne nuk kemi lidhje, pra datës së Skënderbeut. Noli dhe të tjerët kanë rënë dakord që viti i tij i lindjes është 1404, 1405. Tani kanë shpikur një datë dhe zonja ambasadore. Data e lindjes në mesjet mbajshin në librat e kishës për pagëzime. Këto regjistra nuk ekzistojnë se nuk e dim se ku ka lindur. Unë kam idenë se ka lindur diku në Prizren, por s'kam asnjë fakt. Datën e vdekjes e dim shumë mirë se vdiq një njeri i rëndësishëm për Europën. Kemi një gabim te Barleti që e vdes një vit më parë. Ne kemi korrigjuar nga burimi bizantin. Barleti gabon sërish qytetarët Venedikas. Viti në Venedika dërohet në 1 mars. Për Barletin data e vdekjes është 1467, tha Plasari. Plasari më pas, duke u ndalur te libri i tij Skënderbeu një histori politike, tha se libri është një punë njerëzore, që s'do të arrijë kurrë të shfrytëzojë këto rezultate. Pasi ato janë rezultate të vinë, duke u kompletuar. Shpresoj se do të ketë të tjerë që do të zbulojnë. Unë nuk mendoj se dalin çdo ditë libra të rinj plotësues. Mes të tjerash, Plasari shtoi se emri Ballkan është një vend nga një studiues gjerman që e cilësoi budalla. Emri Ballkan është i vënë nga një budalla. Gadishulli quhet gadishulli i lirik. Gadishulli riprodhohej nga hartat që dilnin nga tekstet e Prometeut. Ai jepte një vargmal që përshkruante gadishullin i lirik. Edhe kur filluan hartat e rilindjes evropiane imitonin këto harta. Arbëria ishte një nga ato vende të studiuara. Në mesin e shekullit të 18 në kohën e Turqisë, një studiues gjerman zonjë e pyesin dhe ai thot se quhet dhe tha Ballkan. Ishte budallallike atij momenti. Sot është çështja që mund na thon Ballkani dhe Europa. Ai rajon që thon Ballkan është Europa juglindore. Është një term i rrem për mua. Kur vjen puna në konceptin shkencor, do të them se ky gadishull është Europa juglindore, ka theksuar Plasari.